fitojmë pra në Prishtinë, fitojmë në Pej, në Viti, në Dragash e në Junik, e në rundin e parë kemi fituar edhe në Lipjan, edhe në Istok. Lidhja Demokratike e Kosovës, shtëpia e madhe e qytetarisë, sot ka fituar. Kemi fituar me ndershmëri, me përkushtim dhe me njerëzit më të mirë që ka ky vend. Kemi fituar me qytetari, me ide, me punë, me përkushtim. Kemi fituar sepse qytetari i Kosovës e kuptoi qartë dallimin mes punës dhe fjalës, midis dinjitetit dhe midis shpresës dhe frikës. Sot LDK e shpall fitoren në kryeqytet. Përparim Rama është kryetari i Prishtinës edhe për 4 vite të ardhshme. Përparim Rama dhe LDK kanë marrë 51.5% të votave të numëruara, të gjitha votave të numëruara në Prishtinë, apo 47.000 votues i kanë dhënë mbështetje kandidatit tonë dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kemi fituar pra në Prishtinë, aty ku fjala, puna dhe kultura qytetare janë shenjë e identitetin tonë politik. Prandaj i ftoj fillimisht dhe ju uroj gjithë qytetarët e Prishtinës, por i ftoj në festën e madhe të kryeqytetit sonte nga ora 21:30 në sheshin Ibrahim Rogova, sheshin Skënderbej. Le të festojmë me dinjitet siç na takon ne, le të festojmë për Prishtinën dhe këtë fitore të madhe që kam rrit tani bashkarisht. Por dua të them se kjo fitore nuk është vetëm e jona, nuk është vetëm e LDK-s. Është fitore e qytetarit që kërkon dinjitet në jetën publike. Është fitore e njerëzve që duan zhvillimin e jo propagandën, që duan qetësinë e jo urrëtitjen, që duan shpresën dhe jo frikën. Është fitore e Kosovës që refuzon përçarjen dhe zgjedh unitetin kombëtar. Për këtë jemi krenar të gjithë, për këtë mburremi të gjithë në LDK. Dhe sonte në këtë konferencë të shtypit të parën dhe të fundit, shpallim fitoren dhe në këto komuna. Në Pej me Gazmend Muhaxherin me 61% mbështetje. Në Viti me Sekal Halitin me 52% mbështetje. Në Dragash me Bexhe Xheladinin me 60% mbështetje. Në Junik me Rushdisheun me 60% mbështetje. Pra sonte LDK fiton në 5 komuna, fitojmë pra në Prishtinë, fitojmë në Pej, në Viti, në Dragash e në Junik. E në rundin e parë kemi fituar edhe në Lipjan, edhe në Istok, duke dërguar numrin e gjithë mbarshëm të komunave ku LDK udhëheq në plot 7 sosh.